تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo mëtet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me ndihmën dhe me sukses nga Allahu I lartësuar me disa komentime dhe shpjegime në lidhje me fjalët e Allahut Madhreshëm, dhe kemi arritur deri te surja At-Taghabun, ajeti 11, ku Allahu I lartësuar ka thënë: "Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, wallahu bi kulli shay'in alim." وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Pra, çdo goditje që ju godet ose çdo sprovë që ju ndodh është vetëm me lejen e Allahut. Dhe kush beson në Allahun, Allahu ja udhëzon zemrën, ja drejton zemrën. Dhe Allahu është I gjithdijshëm për çdo gjë. Pastaj thot: "Wa ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul", do thot bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit. Fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghu al-mubin. Nëse I largoheni, do të thonë dhe nuk bindeni, atëherë dijeni se I dërguari ynë ka për detyrë vetëm kumtimin, vetëm transmetimin e qartë. Allahu la ilaha illa hu, Allahu është ai përveç të cilit nuk ka të adhuruar të drejtë. Ai është I vetmi që adhurohet me të drejtë. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Pra vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Në këto ajete, Allahu I lartësuar sqaron se çdo gjë është vetëm me caktimin e Allahut dhe me dëshirën e Allahut dhe me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë nuk ka mundësi të ndodhe dikujt ndonjë gjë përveç se është me caktimin dhe me dëshirën e Allahut. Dhe kush beson, pra pasi thot Allahu wa men yu'min billah, kush beson në Allahun, do të thënë kush beson që kjo e cila I ka ndodhur është nga caktimi I Allahut, dhe e di se çdo gjë që I ndodh njeriut në tokë është vetëm me lejen e Allahut edhe me atë që ka shkruar Allahu, atëherë Allahu ja udhëzon atij zemrën që ta kuptojë të vërtetën, edhe që të jetë pasuesi I të vërtetës, edhe pra na thot Allahu se Allahu është I gjithdijshëm për çdo gjë. Pastaj Allahu na urdhëron për bindje ndaj Allahut dhe bindje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra thot: "Ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul", bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Por nëse nuk doni të bindeni, edhe bani mëkate dhe nuk I nënshtroheni asaj që ka urdhëruar Allahu dhe asaj që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë dijeni se detyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vetëm që t'ju tregoj mesazhin e Allahut edhe ta kumtoj atë që ja ka shpallur Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe se Allahu është I adhuruar I vetëm me të drejtë, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç atij, dhe ai është I gjithdijshëm për çdo gjë, dhe vetëm tek ai duhet të mbështeten besimtarët.
Domethënë ky është kuptimi i përgjithshëm i këtyre ajeteve. Dhe t'i marrim një nga një, domethënë në lidhje me ajetin, Allahu i lartësuar, domethënë te këto ajete që i filluam, pra thot ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Pra nuk ndodh asnjë sprov ose asnjë goditje përveç se me lejen e Allahut. Edhe ky ajet lidhet me ajetet paraprake, jo direkt me të fundit, 10-in, po më përpara që është përmendur, do të thënë ku Allahu urdhron për besim në Allahun, fa aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Do të thënë besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij dhe dijeni se Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Edhe pastaj më tutje Allahu na urdhëron që të jemi të qëndrueshëm kundër mosbesimtarëve. Edhe prandaj në këto ajete thot ma asabe min musiba, do thot nuk ju ndodh asgjë përveç asaj që e ka caktuar Allahu. Prandaj bëuni të fuqishëm dhe mos mendoni se duke u tregu, do thot duke u bërë lajka mosbesimtarëve ose duke ecë në rrugën e mosbesimtarëve, mos mendoni se kjo do t'ju mbroj nga ajo që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu nëse përballeni me kundërshtartë e fesë, me kundërshtartë e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ju ndodh vështirësi, të gjitha këto kanë qenë të caktuara dhe janë në dëshirën e Allahut lartësuar. Si ka thënë gjithashtu Allahu, ma asabe min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Do thotë çdo ndodhi që ju ka ndodhur ose çdo goditje që ju ka ndodhur, që ka ndodhur në tokë ose në vetet tuaja, ajo ka qenë shkruar në libër përpara se ta krijojmë ata. Domethënë para krijimit të ndodhisë ka qenë e shënuar dhe regjistruar në librin e caktimit të Allahut. Inna dhalika ala Allahi yasir. Edhe kjo është e lehtë për Allahun e lartësuar. Likej la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Domethënë që mos dëshpëroheni për ato që ju kanë ikur. Edhe mos dëshpëroheni për ato që s'keni mund t'i arrini, edhe po ashtu mos tregoni mendje mdhenj dhe arrogant për atë që ju ka dhënë Allahu. Më thënë për çdo të mirë edhe çdo të keqe që e përjeton njeriu, ta ketë parasysh se të gjitha janë me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe pastaj kush beson në Allahun, do të thënë kush beson dhe e di se këto ndodhi janë me lejen dhe me caktimin e Allahut, Allahu i jep sukses që zemra e tij të jetë e udhëzuar në të vërtetën, edhe që të jetë i nënshtruar, ta dorëzojë çështjen e tij Allahut subhanahu wa taala, edhe të jetë i kënaqur me caktimin e Allahut, edhe kështu i bëhen më të lehta sprovat. Më thënë ai njeri që e di se kjo që ka ndodhur sot edhe çdo gjë që i ndodh njeriut, qoftë ajo e mirë që e dëshiron njeriu, ose diçka e keqe që nuk e ka dëshiruar, ose i hik diçka që e ka dëshiruar, më thënë, duhet ta di se ka qenë me caktimin e Allahut. Edhe atëherë bëhen të gjitha sprovat më të lehta. Edhe ky ajet është argument, do të thënë, për rëndësinë e besimit në qader. Edhe se besimi në qader është një prej shtyllave të imanit. Dhe besimi në qader është plotësimi i besimit në Allahun subhanahu wa taala. Do të thënë ai që nuk beson në qader nuk ka besuar në Allahun. Edhe besimi në paracaktimin e Allahut, do të thënë, është në realitet ky është plotësimi i tauhidit. Do thotë për tauhid rububiyya. Kur njeriu e di se çdo gjë që ndodh është vetëm me caktimin e Allahut, do të thonë se e ka plotësuar besimin në rububiyye. Nëse ka mangësi në këta, do thotë ka mangësi në tauhid rububiyye. Edhe gjithashtu, pastaj hyn në këtë edhe tauhidul uluhiyye, do të thonë që adhuron vetëm Allahun dhe i nënshtrohet vetëm Allahut, edhe duron për hir të Allahut. Do thotë prandaj ai që kur i ndodhia, e di se kjo është nga Allahu, do të thonë ai ka besuar në Allahun.
Për këtë shkak pasi janë përmendur sprovat, është përmendur, ka thënë Allahu, do thotë, kush beson në Allahun, do të thonë kush e di që këto sprova janë me lejen dhe me caktimin e Allahut, atëherë Allahu ja udhëzon zemrën. Dhe ky udhëzim i zemrës në lidhje me sprovat është që njeriu të jetë i qetë dhe i nënshtruar dhe i kënaqur me atë që i ka ardhur, ose gjithashtu i kënaqur me atë që s'ka mund të arrijë. Do të thonë kur njeriu i bën shkaqet që i ka leju Allahu dhe mundohet, nuk është neglizhent, nuk është përtac, nuk është, do të thënë, i ngatht, po e bën ashtu si ka urdhëruar Allahu, e bën çështjen, mundohet, qoftë ajo për punë të dunjas ose punë të ahiretit, dhe i mbështetet Allahut subhanahu wa taala, edhe pastaj nuk mund të arrijë atë që ka dashur. Nëse është në këtë rrugë dhe e di se kjo pengesë, do të thënë, për mos arritjen e atij suksesi që e ka dashur, që e ka menduar se është sukses, do të thënë është me caktimin e Allahut. Atëherë njeriu bëhet i qetë, do të thënë nuk duhet të shqetësohet se sikur ta kisha bërë kështu, mos të kisha bërë kështu, mos të kisha shkuar atje. Kjo ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i hap punën shejtanit. Por njeriu nëse i ka bën sebepet e sakta dhe i mbështetet Allahut, edhe nuk e arrin atë që e ka dashur, duhet ta ketë zemrën krejtësisht qetë, edhe ta di se kjo është prej caktimit të Allahut, edhe se kjo është më e mira për të. Se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Do të thonë ndoshta ndonjëherë doni diçka, por ajo është e keqe për ju. Edhe ka thënë fund të ajetit, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Do të thonë Allahu e di dhe ju nuk e dini. E për këtë shkak, atëherë zemra e besimtarit është e udhëzuar dhe e përforcuar dhe e qetë. Kurse zemra e mosbesimtarit që nuk e di caktimin e Allahut është kështu me, do të thënë, përpelitje dhe nuk është stabile dhe është që dëshpërohet, sepse ja hap rrugën shejtanit, sikur thotë, sikur mas e kisha bërë kështu, ose të kisha bërë kështu, të kisha shku më herët, të kisha shku më vonë, kështu me radhë, edhe prandaj, do të thënë, këtë gjendje e lidh këtë që ka ndodhur me shkaqet ose me krijesat. Edhe kush lidhet me krijesat, do të thënë, zemra e tij dobësohet edhe dëshpërohet, por ai që lidhet me krijuesin subhanahu wa taala është i qetë dhe i fuqishëm. Si ka thënë Allahu i lartësuar, u bashiri sabirin, do të thënë përgëzoi turimtarët, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Do thotë ata të cilët kur u ndodh ndonjë musibe, ndonjë goditje, ata thonë të Allahut jemi dhe tek Allahu dhe te ai do të kthehemi. Ulaika alehim salawatu min rabbihim wa rahma. Do të thënë atyre u takojnë mëshira dhe do thotë mëshira të shumta prej Allahut subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dhe ata janë të udhëzuarit. Do të thënë janë të udhëzuar që në këto musibe, në këto sprova, do thotë që janë në rrugën e drejtë se si veprojnë me ato sprova. Dhe kemi përmendur edhe më herët hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Suhejbi radhiyallahu anhu, thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min, do të thonë e çuditshme është gjendja e besimtarit, inna amrahu kulluhu khair. Do thotë e gjithë situata e tij është mirë dhe është hajër. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dhe kjo nuk i takon askujt përveç se besimtarit. Besimtari do të thonë që beson në Allahun dhe beson plotësisht në rububijen e plotë të Allahut dhe beson në qadar. Do të thonë beson se çdo gjë që ndodh është me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra thot in asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lahu. Do të thonë nëse i ndodh një gjë e mirë që e lumturon, ai e falenderon Allahun dhe kjo është mirë për ta. Wa in asabathu darra'u sabara fa kana khayran lahu. Nëse i ndodh një
vështirësi, ai është durimtar dhe kjo është më mirë për ta. Dhe në fund këtij ajeti ka thënë Allahu, wallahu bi kulli shay'in alim. Do të thonë dhe Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Pra Allahu e di me dituri të plot secilën çështje, çdo imtësi, edhe i di fjalët dhe veprat e krijesave të tij, i di mendimet edhe idetë që i kanë krijesat e tij, e di secilën gjendje. Do të thonë nuk mungon prej diturisë së Allahut asnjë imtësi. Është bi kulli shay'in alim, do të thonë Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Pastaj ka thonë, pra në vazhdim thot Allahu i lartësuar, wa ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul. Do të thonë bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Do të thonë bindjuni Allahut, kur themi, pra e kuptojmë se do të thonë veproni ato që ka urdhëruar Allahu dhe largohuni nga ajo që ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë kjo është bindja e plot në nënshtrimi, do të thonë që njeriu t'i veprojë urdhrat dhe të largohet nga ajo që ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe është një dobi që e përmendin dietarët se këtu në këtë ajet Allahu e ka përsëritur fjalën urdhrin për bindje. Ati'u Allah, do të thonë bindjuni Allahut, wa ati'u ar-rasul dhe bindjuni të dërguarit. Nga kjo kanë thonë dietarët se është kuptimi se bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bindje e pavarur në vetvete. Do të thonë kur vjen një urdhër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është kusht që për t'ju bindur atij të kërkojmë urdhër në Kur'an, urdhër nga Allahu. Do të thonë vetëm urdhri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i mjaftueshëm, ose ndalimi që ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i mjaftueshëm. Edhe nuk ka nevojë që njeriu të kërkojë argument për urdhrin ose për ndalesën që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është argument se suneti është prej bazave ose burimeve të sheriatit. Do të thënë sunetin vetvete. Pa pas për atë çështje që përmendet në hadith, pa pasur argument të veçantë, do të thënë për të në Kur'an. Pra bindjuni Allahut, do thotë nënshtrojuni dhe zbatoni gjitha urdhrat që ju ka urdhëruar Allahu, largoni nga secila ndalesë që ju ka ndaluar Allahu. Wa ati'u ar-rasul, edhe bindjuni secilit urdhër që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe largohuni nga secila ndalesë që ju ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajetet me këtë kuptim janë të shumta në librin e Allahut. Do të thonë ka në disa vende ku Allahu urdhëron vetëm për bindjen ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë thot Allahu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Do të thonë atë që ju a jep i dërguari merrni, wa ma nahakum anhu fantahu, kurse atë që ju ndalon largohuni prej saj. Do thotë përmendet vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka disa vende ku Allahu tregon se bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do thot bindja ndaj Allahut. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Do të thonë kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pastaj ka thënë Allahu fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Nëse largoheni, nuk bindeni, atëherë dijeni se i dërguari ynë ka për detyrë vetëm kumtimin, vetëm do të thonë që ta transmetoj mesazhin që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe asgjë tjetër. Kumtimin ose transmetimin e qartë, al-balaghul mubin. Kjo është detyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është detyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe as e pasuesve të tij që ecin rrugën e tij ose që janë zëvendësit e tij, do thotë ose trashëgimtarët e tij, pra dietarët edhe thirrësit në rrugën e Allahut, e kanë për detyrë vetëm t'ju tregojnë
Do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për detyrë vetëm t'ju tregoj. Pastaj ju nëse nuk bindeni dhe nuk zbatoni atë që e ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai nuk ka përgjegjësi. Do të thënë nuk e ka përgjegjësinë që patjetër ju të hyni në rrugën e drejtë. Edhe ajo nuk është përgjegjësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është mundësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e askujt prej krijesave. Pra ka thënë Allahu, inneke la tahdi men ahbabt. Pra ti nuk mund të udhëzosh atë që do ti. Edhe për këtë shkak, edhe pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë thrasin fejnë Allahut me dituri. Ka thënë Allahu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Do thotë thuaj, kjo është rruga ime. Cila është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thras për tek Allahu me dituri të qartë. Do të thonë kjo është rruga që e ka ecur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe rruga e atyre që më ndjekin. Ana wa man ittaba'ani. Do të thonë rruga ime dhe atyre që më ndjekin mua është vetëm që tu tregojnë njerëzve. Pastaj këndo Allahu e udhëzon edhe këndo e shpije në devijim të largët. Gjithashtu në ajet tjetër ka thënë Allahu, qul ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum. Pra thuaj, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. E nëse largohen, do thot nuk binden, atëherë ai e ka përgjegjësinë për atë me të cilën është ngarkuar, do të thonë që është transmetimi dhe kumtimi, kurse ju e keni përgjegjësinë me të cilën jeni ngarkuar, dhe që është bindja ndaj urdhrave të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë wa in tuti'uhu tahtadu. Nëse i bindeni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë udhëzoheni. Atëherë jeni të udhëzuar. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghu al-mubin. Kurse i dërguari nuk ka tjetër përveç se transmetimin e qartë. Dhe në ajetin radhës thot Allahu i lartësuar, Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Do të thonë Allahu është ai përveç të cilit nuk ka asnjë të adhuruar me të drejtë dhe vetëm tek ai le të mbështeten besimtarët. Edhe kjo është në lidhje me ajetet paraprake. Do të thonë është urdhër për besimtarët që të mbështeten Allahut, edhe ta dinë se çka ju vjen është nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo i bën besimtarët të fuqishëm edhe të paluhatshëm, edhe prandaj ka thënë Allahu wala tahinu wala tahzanu, do të thënë mos u dobësoni edhe mos u pikëlloni, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Do të thënë ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar, që me të vërtetë e dini se vjen vetëm ajo që e ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe është interesant, pra Allahu ka urdhëruar besimtarët, do të thënë ju që besoni në Allahun, dijeni se mbështetja e plot duhet të jetë te Allahu, mbështetja juaj është vetëm te Allahu subhanahu wa ta'ala, pasi ai është Zoti i të gjitha krijesave, nuk ka Zot përveç atij. Dhe ka thënë Allahu, Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu, do thotë ai është Zoti i lindjes dhe perëndimit, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç atij. Fattakhidhu wakila, do të thonë atë merre për mbështetje. Pra vetëm te ai mbështetu. Disa prej përfitimeve nga këto ajete, që janë përfitime, do të thonë përveç kuptimit, do të thonë patjetër ne kur mësojmë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet ta dimë se kjo dituri duhet patjetër të reflektojë te veprat tona, edhe te morali dhe sjellja, te edukata. Do të thënë çdo fjalë ka edukat të veçantë, edhe ka çështje që duhet, do të thënë kemi obligim të zbatojmë praktik, edhe duhet ta përkujtojmë njëri tjetrin, do të thënë edhe për këto përfitime. Çka përfitojmë në aspektin praktik prej këtyre ajeteve që i tham.
Ka thonë, pra në ajetin e parë që e lexuam, ma asabe min musibetin illa bi idhnillah, do të thonë çdo sprovë që vjen, çdo goditje që vjen, është vetëm me lejen e Allahut. Edhe kjo është gjithë përfshirëse, si thot Sheikh Saadi në tefsirin e tij, është për të gjitha llojat e sprovave që i vijnë njerëzit në veten e tij, ose në pasurinë e tij, ose në fëmijët, ose në të dashurit, në familjarët, ose shokët, do të thonë që i do. Ato janë të gjitha që i ndodhin janë me caktimin e Allahut dhe me urdhrin e tij. Do të thonë para se të ndodhin kanë qenë ato në diturinë e Allahut dhe kanë qenë të shkruara në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këto kanë ndodhur me vullnetin dhe dëshirën e Allahut. Dhe pasi i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe të gjitha këto ndodhi janë, burojnë ose vinë nga urtësia e plot dhe absolute e Allahut. Do të thënë Allahu e dis më mirë cila është më e dobishme për robin dhe cila është më dobiprurse. Pra, në ato që i cakton Allahu, do të thënë në secilën imësi ka hikme ose urtësi të plot dhe dobi të plot, të përsosur. Por, do të thënë kjo është dituria, kurse çështja më e rëndësishme është që njeriu, robi, ta kryej detyrën që e ka në lidhje me ato ndodhi. Do të thënë, çështja kryesore është a do ta kryej atë që e ka obligim ose nuk do ta kryej. Nëse e kryen, do të thënë kur i vjen e mira, si tham, detyra e tij është që të falenderoj. Edhe kur i vjen ndonjë e keqe, është do të thënë që të jetë durimtar dhe i nënshtruar ndaj Allahut. Nëse e kryen këtë detyrë, atëherë e fiton shpërblimin e madh dhe do të thënë shpërblimet bukura në dunja dhe në ahiret. Dhe kur beson se këto janë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe është i kënaqur me të, është i dorëzuar ndaj asaj që e ka caktuar Allahu, do thotë atëherë Allahu ja udhëzon zemrën, ja qetëson, edhe nuk bëhet zemra e tij e tërbuar ose e shqetësuar prej sprovave, si ndodh atyre që nuk i ka udhëzuar Allahu. Do thënë si ndodh atyre, nuk i ndodh besimtarit, por besimtari ka qëndrueshmëri, kur i vinë sprovat, kryen obligimin e durimit, edhe me këtë fiton shpërblimet të shpejta në dunja, edhe shpërblimet që Allahu ja ruan për në ahiret janë edhe shumë më të mëdha. Për këtë lloj të adhurimit, për durimin, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Do të thënë, durimtarve u jepet shpërblimi i tyre pa llogari, që do thotë shpërblimet të pakufizuara. Do thotë e kundërta kuptohet nga ky ajet se ai njeri që nuk beson në Allahun kur i vijnë sprovat, nuk e ka parasysh caktimin e Allahut, por lidhet vetëm me shkaqet e dukshme, do të thënë toksore, atëherë Allahu e la do thotë të mbështetur në veten e tij, ose të mbështetur në ato shkaqe me të cilët ka qenë i lidhur. Dhe kur robi është i lidhur me shkaqet, atëherë pa dyshim se nuk ka tjetër përveç se dëshpërim dhe frikësim të merr, do të thënë prej asaj që i ndodh. Dhe kjo gjendje është dënim i përshpejtuar në dunja. Do të thënë i vjen sprova edhe besimtarit edhe mosbesimtarit. I vjen, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala edhe për gjendjen e luftës, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Do të thënë nëse ju keni dhimbta, edhe ata kanë dhimbta njësoj si ju. Do të thënë këto sprovat vijnë edhe te besimtarët edhe te mosbesimtarët. Mirë po dallimi është se ka thënë wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Kurse ju shpresoni tek Allahu atë që ata nuk e shpresojnë. Edhe kjo shihet edhe në dunja, kurse dallimi në ahiret është edhe shumë më i madh, se ka thënë Allahu wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Do të thënë ahireti është me shkallë më të shumta,
do të thënë gradë të lloj-llojshme, edhe ka aty vlerësime të ndryshme për shpërblimet dhe për njerëzit. Pra qëllimi është që njeriu kur e di caktimin e Allahut, nuk dëshpërohet, si ka thënë Allahu likej la ta'sau ala ma fatakum, do të thonë që mos dëshpëroheni për atë që ju ka ikur, që nuk keni mund ta arrini. Tjetër dobi që është përmendur e përmend Sheh Uthejmini, që është me kuptimin e njëjtë, do thotë se prej dobive të besimit në qadar është që lehtësohen sprovat, edhe bëhen, do të thënë, më të durueshme, pasi kur njeriu e di se ato janë prej Allahut, atëherë sprova i bëhet më e lehtë. Dhe në fund ka thonë, pra në fund këtij ajeti, thotë Allahu, Allahu bi kulli shay'in alim, Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Do të thonë që përfshin diturinë për secilën çështje. Pra nuk ka diçka që mungon nga dituria e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo fjalë është paralajmëruese. Do të thonë që njeriu mos e kundërshtoj urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thotë, pasi është Allahu i gjithdijshëm, e di gjendjen tuaj, e di mendimet tuaja, synimet, niyetet, edhe fjalët dhe veprat, edhe ato që i fshihni nga krijesat, edhe ato që i bëni haptas, për të gjitha ato i di Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë kjo është paralajmërim për robin që ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka dhe një tjetër dobi me rëndësi. Pra në këtë ajet, Allahu ka thonë, çdo sprovë që vjen është vetëm me lejen e Allahut. Kanë përmendur, do të thënë disa prej dietarëve, se pse janë përmendur këtu sprovat. Kuptohet se çdo gjë që vjen, edhe sprova edhe të mira, është vetëm me lejen e Allahut. Kanë thonë se është përmendur sprova se është, do të thënë që më shumë i lidhet zemra njeriu që ta gjej shkakun, kurse te punët e mira ose te suksesi, shpesh herë njeriu mendon se vetë, do të thënë, e ka arriturat, si ka thënë Qaruni, do të thënë inma utituhu ala ilmin indi, ka thënë unë e fitova këtë pasuri me diturinë që e kam. Edhe për këtë shkak, do të thënë, te sprovat, njeriu më shumë mund të jetë që dëshpërohet, edhe ky ajet është udhëzim, do të thënë, për gjendjen e sprovave. Fjala leje këtu, do të thënë çdo sprovë që ndodh është me lejen e Allahut. Duhet ta kuptojmë se leja këtu në këtë ajet është leja e caktimit dhe krijimit. Do të thënë leja për të ndodhur në krijesa diçka. Kurse ka edhe leje tjetër që quhet leje sheriatike. Do të thënë leja e Allahut është leje keunije, do të thënë leje e krijimit dhe caktimit, dhe leje shar'ie, leje e ligjvënies. Do të thënë kjo e para, leja në krijesa ose leja e krijimit është që ndodh patjetër. Edhe nuk ka mundësi askush ta kundërshtoj. Pra kur jep leja Allahut që ndodh diçka, ajo ndodh, edhe nuk mund ta ndale askush. Kurse leja sheriatike për të bërë diçka, mund të ndodhe dhe mund të mos ndodhe. Do të thënë sipas lejes në krijim. Edhe tjetri dallim mes këtyre dy llojeve të lejeve është se leja në krijim mund të jetë për diçka që nuk e do Allah, do të thënë nuk është i kënaqur me ta. Kurse leja sheriatike, do të thënë, është për ato që i do Allahu dhe që është i kënaqur me to. Për këto sprovat, pra e shohim se nuk mund të ndodhe përveç se me lejen e Allahut. Ma asabe min musibetin illa bi idhnillah. Do të thënë ndodh vetëm me lejen e Allahut. Kurse për çështjet e sheriatit,
ka mundësi që Allah nuk ka dhënë leje, kurse njerëzit bëjnë. Si ka thënë Allahu për ata që, domethënë për mushrikët që i bëjnë shirk Allahut dhe i adhurojnë idhujt, edhe adhurojnë tjetër kanë përveç Allahut. Ka thënë Allahu, qul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. Thuaj, Allahu ju ka lejuar apo shpifni për Allahun. Domethënë se Allahu nuk ka leju, pra sheriatikisht nuk ka lejuar që t'i adhuroni këta idhujt. Por ju ka lejuar në krijim që të zgjidhni, a doni të adhuroni vetëm Allahun ose të adhuroni edhe dikant tjetër. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Dhe a kanë ata idhuj ose a kanë ata ortak, domethënë, që ju kanë bërë të ligjshme çështjen fe për të cilat nuk ka dhënë leje Allahu. Domethënë, atë që bëjnë mushrikët ose ata që bëjnë bidate, dhe të bëjnë diçka për cilën nuk ka leje nga Allahu në librin e Allahut ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj ata pyeten me këtë pyetje që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, am lahum shuraka, do të thonë a kanë ata ortak, a kanë të adhuruar të tjerë ose zotra të tjerë që janë ortak me Allahun, që ju kanë dhënë leje të bëjnë çështje të fesë për të cilat nuk ka dhënë leje Allahu, do të thonë, ose është ashtu ose do të thonë shpifin për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kuptohet se e para është e pamundshme. Kësaj i thonë pyetje për diçka të pamundshme. Pra nuk ekziston ortak me Allahun subhanahu wa taala. Atëherë, do thotë nuk ka dyshim se përgjigjja është tjetra, se em ala Allahi taftarun, do të thonë ju shpifni për Allahun. Gjithashtu ky ajet është refuzim kundër kaderive. Do të thonë se nuk ka mundësi të ndodhe në krijesat e Allahut asgjë përveç asaj që e lejon Allahu. Siç tham, do të thonë çdo gjë që ndodh në krijesat e Allahut ka qenë në diturinë e Allahut, se ajo do të ndodhe. Dhe atë dituri e ka shkruar Allahu, që do të thonë që është në librin bazë, pra në Lauhul Mahfuz, është shkruar çdo gjë që do ndodh deri në ditën e gjykimit. Dhe ajo ka ndodhur me dëshirën e Allahut, dëshirë keunije, do të thonë leje ose dëshirë në krijim. Pra e ka mundsuar Allahu që ajo të ndodhe. Dhe po ashtu ka ndodhur pasi e ka kriju Allahu. Do thotë nuk ndodh asgjë përveç se me këtë caktim edhe me këto faza të besimit në qader. Po tham për ajetin tjetër, wa ati'u Allaha wa ati'u Rasul, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Kjo është argument se bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është, do të thonë, bindje e pavarur. Që do të thonë, Allahu na ka dërguar këtë pejgamber dhe na ka urdhëruar që t'i bindemi plotësisht në atë që na mëson prej fesë Allahut. Dhe nuk është kusht që të kërkohet, do të thonë, dhe një urdhër ose një ndalesë të kërkohet në Kur'an. Ky ajet është refuzim kundër atyre që thonë, pra nëse u flitet diçka prej sunetit, thonë a ekziston kjo në Kur'an. Ose edhe kur flasim për diçka që është ndalume, thonë a ka ndalesë për këtë në Kur'an. Edhe kjo padyshim është devijim nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, sepse ajo që ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njësoj si Kurani. Do të thonë është shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe në këtë çështje kanë deviju ata që e quajnë veten Kur'aniyun, që nuk janë Kur'aniyun, do të thonë nuk janë pasues të Kuranit. Edhe Kur'aniyunt përndryshe janë mosbesimtarë sepse e përgjenjëstrojnë Kur'anin. Ata thonë se vetëm ajo që është në Kur'an është obligim. Edhe nëse ka thonë diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet gjejmë argument në Kur'an. Po me keqardhje është edhe të shumë njerëz, edhe pse nuk e kanë këtë rrugë të kuranistëve, e kanë në praktik shumë herë kur duan të kundërshtojnë diçka prej çështjeve të sunetit, e thonë këtë fjalë. A ka në Kur'an ashtu? Në Kur'an është
wa ati'u ar-rasul. Do të thonë bindjuni të dërguarit. Edhe kuptohet ai që është i dërguar. Do të thonë është në flet në emër të atij që e ka dërguar. Do thotë kjo është e njohur edhe në praktikën me krijesat. Do të thonë nëse vjen dikush lajmtari nga drejtori i kompanisë, edhe thotë duhet veproni kështu. Do të thonë nëse shkojnë ata punëtorët mi thon drejtorit, a thua edhe ti apo vetëm ai i dërguar i ka thonë? Do të thonë kuptohet se ajo është e palogjikshme. Do të thonë i dërguami është bindja ndaj të dërguarit, është bindja ndaj atij që e ka dërguar. Edhe prandaj një prej argumenteve se Kurani është shpallje nga Allah, se suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjithashtu shpallje nga Allahu, përmendin dietarët se ju kuranistët ose kushdo që thotë se Kurani vetëm është shpallje, kurse suneti nuk është shpallje, ju përgjigjemi në suneti nëse ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fenë e Allahut subhanahu wa taala diçka. A është e pranueshme edhe logjikisht që Allahu ta lejojë atë fjalë nëse është gabim. Do të thonë, nëse bën ijtihad pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga vetja, jo me shpallje, atëherë mund ta qelloj atë çka ka urdhëruar Allahu ose mund të gabojë. Edhe nëse gabon dhe Allahu nuk e korrigjon, në kohë kur është duke i ardhur shpallja vazhdimisht, atëherë ajo nuk ka asnjë lloj logjike të besimtarit edhe të njeriut me logjikë të shëndosh. Si thamë edhe te krijesat, do të thonë nëse dikush ai drejtori i kompanisë, do të thonë e ka autorizuar dikant që ti udhëheqë punëtorët, edhe ai u jep rregulla punëtorëve. Edhe nëse ai i sheh ato rregulla, edhe nuk janë në përputhje me atë që do ai si do ai të ecë kompania, patjetër se do ta korrigjoje. Kjo është e krijesat. Atëherë si të mendojë njeriu që mundet të flasë i dërgumi i Allahut, për fenë e Allahut, dhe Allahu është i gjithdijshëm i mbikëqyrësi, edhe i dërgon shpallje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e korrigjon. Do të thënë si përmendi një shembull kur ka ardhur ai një njeri i verbër te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe është do të thonë është mërzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe është mrol me ta, edhe është kthy nga dikush tjetër për ta thirrë në Islam, për këtë e ka qortu pejgamberi, e ka qortu Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë vetëm pse do thotë nuk i ka buzëqeshur të verbrit, edhe pse ja ka kthy shpinën atij dhe i ka fol dikujt tjetër, Allahu e ka qortu. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, do të thonë surën Abasa. Atëherë si të mendojmë se kur flet për akide, do të thonë si duhet besojmë në Allahun, ose flet për halalin dhe haramin, edhe Allahu subhanahu wa taala, Zoti dhe dërguesi i tij, do të thonë ta lër ashtu, do të thonë që të flasë nga vetja e vet. Pra padyshim se suneti është shpallje nga Allahu, edhe ato argumentet për këtë janë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk kemi dyshim, mirëpo ata që thonë se nuk është shpallje, edhe që thonë se kemi obligim vetëm atë që është në Kur'an, do të thonë këto janë edhe më thonë argumente logjike për ta mpostur atë devijim. Pra si tham, bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bindje e mëvetshme. Edhe ka mundësi dikush thot, po çka nëse bie ndesh urdhrin sunet me urdhrin Kur'an? Thot Sheikh Uthemini, ajo nuk mund ndodh asnjëherë. Do të thënë nuk ka mundësi të bie ndesh urdhri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me urdhrin e Allahut në Kur'an, se nëse kishte ndodhur, atëherë do të kishin kontradikta në këtë ajet. Pra bindjuni Allahut dhe bindjuni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse është bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos bindja ndaj Allahut, do të thënë nuk ka mundësi që të jetë ky urdhër në këtë fjalë, ose e kundërta, të jetë bindja ndaj Allahut, mos bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë ajo nuk ndodh asnjëherë. Pra
kjo është një kundërthanie që bin njerëz të devijum dhe nuk ka asnjë bazë, domethënë në asnjë aspekt. Pra Kurani dhe Suneti janë bazë e Islamit edhe burim, domethënë i sheriatit, edhe në çështjet e akides, besimit, edhe në çështjet e veprave, urdhrave, halalit, haramit dhe në secilën imtësi. Këtu në këtë ajet, Allahu e ka emërtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë vetëm me këtë emër, ar-rasul, wa ati'u ar-rasul, domethënë bindjuni të dërguarit. Edhe kam thënë ky epitet është epiteti më krenar që mund të jepet krijesës, domethënë i dërguar nga Zoti i botës. Domethënë ai e ka dërguar edhe gjithmonë, domethënë secilën çështje edhe mes njerëzve, mes krijesave, i dërguari vlerësohet varësisht se si vlerësohet dërguesi. Domethënë kur vjen dikush delegat nga një shtet i caktuar, domethënë i dërguar prej atij shteti ose prej një organizate të shteteve ndërkombëtare, domethënë gjithë e dim se si vlerësohet ai, pasi është i dërguar prej dikujt shumë të fuqishëm. Kurse ai që është i dërguar nga Zoti i qiellve dhe i tokës, Allahu subhanahu wa ta'ala, padyshim se kjo është pozita më e lartë në mesin e krijesave. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është krijesa më e vlefshme dhe krijesa më e dashur te Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak, pra secili besimtar duhet ta dijë këtë vlerësim, edhe ta kuptojë se kjo, domethënë ky përshkrim, ky epitet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i dërguari, domethënë është epiteti më i lartë që mund ta ketë pra një prej krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe kurse nëse nuk i bindeni, pra ka thonë wa in tawallaytum, se ishte ajeti, fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Do të thënë nëse nuk bindeni, nëse ktheheni, e ktheni shpinën, atëherë dijeni se i dërguari ynë. Do të thënë këtu është pra fuqia më e madhe e të shprehurit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari Allahut. Edhe duhet ta keni parasysh se nëse ja ktheni shpinën sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose urdhrave të tij, do thotë ja keni kthy shpinën të dërguarit ton, thot Allahu. Edhe këtu përmendja e këtij përemri në shumës, do të thonë tregon madhrim edhe madhështi. Kjo është prej mënyrave të shprehurit në gjuhën arabe, se përmendja për veten e parë, për njëjsin, të përmendet shumësi, do të thonë shpreh madhrim për veten e tij, Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë, nëse pra ju e keni obligim të bindeni Allahut dhe të bindeni të dërguarit. Por nëse nuk bindeni, dijeni se i dërguari ynë. Do të thonë, kjo është fjalë shumë madhështore që duhet ta kuptojë secili njeri që ka mend, se ai është i dërguari i Allahut. Edhe Allahu në këtë kontekst e ka përmendur në mënyrë të madhrimit të vetes së tij subhanahu wa ta'ala. Do të thonë se është i dërguari ynë, edhe ai e ka obligim vetëm, do të thonë, që t'ju kumtoj. Prandaj kjo shprehje kuptohet si kërcënim shumë i ashpër për kundërshtimin e urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë është shprehje shumë e fuqishme, që do thotë ta dini se atë ka kry pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka paralajmëruar, edhe jo ka tregu mesazhin e Allahut subhanahu wa ta'ala, Zotit botës, edhe atëherë ju ta dini se matutje pasojat janë për ju edhe janë shumë të rënda nëse e kundërshtoni urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu për sot mjaftohemi me kaq. Në vazhdim ajetet tjera flasin për çështje tjera. Do
domethënë dhe këshillat tjera. Dhe për ato do të flasim në takimet e radhës me lejen dhe me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. E lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj të dobishme atë që na ka mësuar, na mësoj atë që na bën dobi dhe të na shtoj diturinë, na i përmirësoj gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah